Kur vetëm edhe pak ditë kanë ngelur deri në përfundim të vitit shkollor 2025-2026, shkollat brenda komunës së Gjakovës kanë filluar përgatitjet për regjistrimin e nxënësve të rinj në klasën e parë dhe atë përgatitore për vitin shkollor 2026-2027. Bazuar në ligjin për arsimin parauniversitar, të gjithë prindërit apo kujdestarët ligjor të fëmijëve duhet të kenë parasysh disa kritere për regjistrim të fëmijës në klasën e parë. Fëmija mund të regjistrohet vetëm pasi të ketë mbushur moshën 6 vjeç, ndërsa para kësaj moshe lejohet vetëm kur ka ndonjë rekomandim nga ekipi profesional, ndërsa vlerësimi dhe regjistrimi i fëmijës bëhet me prezencën së paku njërit prind apo kujdestar. Ndërsa nga dokumentet e nevojshme për regjistrim, secili prind duhet të posedojë me vete dëshminë e vaksinimit të fëmijës, ekstraktin e lindjes jo më të vjetër se 6 muaj, dëshminë e vendbanimit nga bashkësia lokale, vërtetimin për përfundimin e klasës përgatitore, dokumentin e identifikimit dhe një formular i cili plotësohet gjatë regjistrimit. Krahas regjistrimit në klasën e parë, prindërit apo kujdestarët ligjor mund të regjistrojnë fëmijët edhe në klasën përgatitore. Referuar konkursit për regjistrimin e fëmijëve në klasën përgatitore, nevojitet ekstrakti i lindjes jo më i vjetër se 6 muaj dhe dëshmia vaksinimit të fëmijës e lëshuar nga qendra vaksinimit. Për regjistrim të fëmijëve në këto 2 nivele shkollore, konkursi mbetet i hapur nga data 15 maj deri me 15 qershor, çdo ditë punën nga ora 9 deri në orën 12.